Kandidatja për deputete Brunilda Mersini dhe Ministri Piro Vëngull zhvillon pas ditën e të mërkurës një takim me banorët e rajonit 1 në një atmosferë të ngrohtë dhe entuziaste. Pjesëmarrja masive e simpatizantëve dhe banorëve konfirmojnë mbështetjen e fortë për fitoren e kandidates Mersini në zgjedhjet e 11 majit. I pranishëm në aktivitet ishte edhe drejtuesi politik i Qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, i cili vlerësoi kandidaturën e Mersinit si të spikatur dhe të denjë për përfaqësim. Brunilda di të bëj vende të shojë deri në fund çdo detyrë që i ngarkohet. Më e rëndësishmja është e lidhur ngushtë me komunitetin dhe u përgjigjet qytetarëve në çdo kohë e për çdo nevojë, u shpreh Çuçi. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha deklaroi bindjen e tij për fitoren e Mersinit, duke theksuar se ky komunitet do të ketë në kuvend një zë të fortë që do të përfaqësojë me dinjitet interesat e qytetarëve. U bë ca kohë që zgjohem në mëngjes, pa vajtë telefoni, shkoj që këtë dollap, jap dollapin, dhe del fytyra aty, bruna. Vedet e frigoriferi, prap bruna aty. Pastaj e mbyll me celularin, prap bruna aty. Po në fakt, gjitha këto janë angazhim dhe janë ai përshëndetje i madh që bruna ka për ato premtime në fakt që jep në çdo takim që bën me ju, një nga një, në çdo derë që hyn në lagjet tuaja dhe unë jam krenar që të paktën do kemi një deputete të sigurt, jam i sigurt që do ndodhi kjo, që do ju përfaqësoj drejtësisht juve të gjithëve, rajoni numër 1, komunën Qëndër, ku nuk është për pak në fakt nga qeveria shqiptare dhe nga bashkia vitet e fundit. Në fjalën e saj, kandidatja Mersini shprehu mirënjohje për çdo derë të hapur e për çdo qytetar që e ka mbështetur dhe inkurajuar. Ajo garantoi se kjo është një rrugë e përbashkët drejt një Shqipëri europiane dhe progresit të pakthyeshëm. Dua të flas si një gruaj që jeton, punon, sakrifikon si ju. Si nën dhe si mjeke, dhe tashmë kërkoj të jem dhe një zë në parlament për pajtuar ju. E di çfarë do të thotë të presësh me shpresë, të përballesh me mungesa, të lodhesh për të fituar një të drejtë, por të mos dorëzohesh kurrë, sepse ne vlonjatët jemi të drejtë, të fortë dhe shumë të dashur me shtëpi të madhe. Dhe politika pikërisht ka nevojë për fytyra të reja, por ka nevojë më shumë për njerëz të vërtet me zemrën e madhe. Sepse politika bëhet për njerëzit dhe fillon me njerëzit. Unë besoj te Vlora. Besoj te potenciali i jashtëzakonshëm që ka ky qytet, te ky popull dhe besoj se së bashku me dashuri për kushtim për këtë qytet mund të bëjmë përpara. Partia Socialiste ka bërë shumë. Aeroporti tashmë është një port për Shqipërinë, por infrastruktura e këtij qyteti e ka lidhur Vlorën me botën. Partia Socialiste ka bërë investime në turizëm, shëndetësi dhe arsim. Por ne dimë që duhet bëjmë shumë. Duhet bëjmë shumë për familjet tona, për lagjet tona, për të rinjt tanë që të ndërtojnë jetën dhe të mos largohen nga ne. Prandaj sot nuk kërkoj votën tuaj, kërkoj besimin tuaj. Besimin që t'jem zëri juaj. Nuk kërkoj të premtoj, kërkoj t'jem dhe t'jap një angazhim të sinqert. Angazhim që t'jem zëri juaj, po jo zë për të folur, po zëri për të dëgjuar. Çdo ditë, sot dhe ditë që do të vijë. Ne besojmë që Shqipëria e 2030-s do të jetë një Shqipëri evropiane. Ne do të jemi qytetarë evropianë. Dhe prandaj ditën e 11 majit, ne duhet të votojmë fort për një mandat të madh.